Sot do t'ju lexoj një prallë nga libri i shkruar 366 pralla për të vegjël dhe fëmijë. Më ndiq me vëmendje dhe dëgjoj deri në fund. Udhëtimi përtej kodrës të mjergullës. Frika e të panjohurës. Në një fshat të vogël, mes lulesh dhe pëllumbash, jetonte një vajzë e vogël me emrin Luna. Ajo kishte flokët si rrezet e hënës dhe një zemër të madhe sa vetë qielli. Luna i donte ngjyrat, lodrat dhe këngët, por kishte një frikë të fshehur që nuk i linte shpirtin të qetë. Ajo kishte shumë frikë nga ajo që nuk e njinte. Përtej kodrës që ndante fshatin nga pylli, shtrihej një vend i mbuluar nga mjergulla. Askush nuk kishte shkuar atje. Të gjithë flisnin për të si një territor i të panjohurës. Dhe çdo herë që Luna shikonte kodrën, zemra i rinte fort dhe duart i dridheshin. Një ditë, një flutur blu u ul mbi dorën e saj. Ajo i foli: "Luna, përtej kësaj frike jeton magjia që ke ardhur të takosh." "Po unë kam frikë, shumë frikë," i tha Luna fluturës. "Frika është thjesht një perde. Nëse guxon ta hapësh, do gjesh një botë që të pret." Kështu Luna u nis me një lule livandoje në dorë dhe me një kurajo të re në zemër. Kur kaloi kodrën, mjergulla nisi të shpërndahej. Pas çdo hapi, ajo shinte gjëra të bukura. Një lumë që këndonte, një lis që qeshte dhe një zog që fliste me të. Në fund, ajo gjeti një pasqyrë magjike. Kur e pa veten në të, pa një vajzë që kishte shpirtin e një princeshe të dritës. Dhe në atë çast, frika u shndërrua në hyll. Luna u kthye në fshat dhe u bë një tregimtare e udhëtimeve përtej mjergullës. Tani ajo ndihmonte të tjerët të kalonin frikën dhe të besonin në dritën që i priste. Dhe tani dua të pyes ty këtu: a të ka ndodhur ndonjëherë të kesh frikë nga e papritura? Mua sigurisht që po. Por kjo, ashtu si te Luna, është një frikë që na mban që të mos shijojmë jetën. Prandaj erdhi koha të lirosh. Mesazhi i ditës për ty: gjërat që nuk i njohim shpesh na trembin, por pikërisht aty fshihet magjia më e madhe e jetës. Pasi kalojmë frikën, na pret një dhuratë e çmuar. Emocioni që shrohet këtu te kjo prallë. Frika nga e panjohura, ankthi, ezitimi për të bërë hapa të rinj. Frymëzim për një vizatim. Mund të vizatosh një kodër me mjergull dhe pastaj tregon me ngjyra të bukura çfarë fshihet pas saj. Mund të vizatosh edhe fluturën blu ose pasqyrën magjike që tregon një version të guximshëm të vetes tënde. Dhe këtu, pyetje për reflektim dhe për shërim. Cila është një gjë që më tremb sepse nuk e njoh? Pyet e veten.
Shkruaje dhe qëndro në qetësi dhe shikoje nga çfarë fshihesh. Pyetja e dytë: çfarë mund të ndodhë nëse bëj një hap të vogël drejt saj, të panjohurës? Përgjigju pyetjes. Dhe pyetja e tretë: çfarë ndjesie kam kur e kaloj një frikë? Praktik të vogël, mbylli sytë dhe imagjino një derë të artë që të çon në një vend të panjohur, por të bukur. Merr frymëfellë dhe bëj një hap imagjinar drejt saj. Shiko çfarë të pret aty, përtej frikës. Pastaj shkruaj ose vizato çfarë pe. Dhe fraza magjike e ditës është: unë guxoj të zbuloj të panjohurën, sepse drita ime është më e fortë se çdo mjergull. Këtu përfundon pralla për sot. Do t'isha shumë e lumtur dhe mirënjohëse në qoftë se do më shprehnit vërtet a ju pëlqen kjo prallë dhe çdo lloj pralle që është shkruar te ky libër dhe që ka dhe ushtrime udhëzuese për të ndihmuar për të liruar dhe pranuar emocionet e ndryshme që nuk i dinim deri tani. Ju dua shumë dhe këtë libër ja u kushtoj të gjithë fëmijëve të botës. Ja kushtoj vetes time sepse kisha shumë dëshirë kur isha e vogël të më lexonin prallat dhe nuk u bë asnjëherë. Ja u dedikoj të gjithë prindërve që në moshën time, më të vegjël dhe më të mëdhenj, që nuk na mësuan çfarë janë emocionet në thellësi dhe si t'i lirojmë. Ja u dedikoj fëmijëve të mi dhe nipit tim Rafail, që këtu e tutje ja dedikoj, se është shkaku që unë jam e lumtur që të jap dhe në fëmijë të tjerë. Ju dua shumë, ju falenderoj që jeni. Shpërndajeni këtë video, këtë prallë dhe në njerëz të tjerë, sepse çdo gjë që japim kthehet tek ne shumë fish. Le të hapim zemrat të gjithë së bashku, të pranojmë emocionet tona, të lirojmë ato që na bllokojnë, sepse çdo ditë jeta do bëhet më e bukur. Të falenderoj dhe komento nëse të pëlqen dhe a do t'ishte e nevojshme për ty dhe përshtatshme të dëgjosh dhe të mësosh pralla të tjera. Dhe gjithashtu, nëse ky libër do dilte, a do t'ishte i nevojshëm për ty ta kishe në shtëpinë tënde dhe të lexoje një prallë çdo ditë të vitit, sepse janë 366 pralla. Të përshëndes, jam Erita Cake, mentore, shkrimtare, terapiste, mësuese, trajnere e zhvillimit personal dhe e zgjimit kolektiv. Jam trajnere në shumë metoda, por jam këtu të të ndihmoj që të bësh hapin e parë të transformimit me gjëra të thjeshta. Dhe jam këtu të të ndihmoj të lirosh plagët, dhimbjen dhe të bësh këputjen nga e kaluara dhe nga paraardhësit, sepse e ardhmja na takon. Ju dua shumë.